Molla Milazimi pas ka deklaru çdo thirrje për ndërrim të fejes, o shkelje kushtetuese dhe duhet të ndiqet penalisht. Edhe unë e kom shujt kë e ka mirë, se feja, televizja bota shqiptare dhe shqiptarët që janë zu prej gjumit e kanë kuptu, shqiptaria është fej. Shteti shqiptar është ndërtu mbi themelet e shqiptarisë dhe ku jam me njerëz kanë fillu të korrigjohen, nuk bojnë në kompromis mbi fjalën fe, se dinë se fjala fe është e Shqipës, nuk është e Koranit, nuk është e Biblës, ka të bëjë me natyrshmërinë e njerit, me ligjet ku kemi dalë ne këtë jetë. Pra, secili njeri lind me fenë e tij, edhe Serbi lind me fenë e tij, edhe Amerikani lind me fenë e tij, edhe Japoni, secili lind me fenë e tij, me ligjen e tij, me natyrshmërinë e tij, aty ku lind, ku e ka zgjedh me dal. Tani shqiptarët me të mohë e kanë kuptu këtë. Kurse besimi, do nëse është fjalë shqipe, se vetëm shqipja e zbërthen fjalën besim, dhe është shumë e rëndësishme. Kurani fillon me BSM, me bismi, me besim. Me besim te Ilahi, gjithë më shishmi më shërblot. Ilahi! Ne zellmi besimin ku doj me besu, nuk mund ta zellmi fejen.